qytetarët kanë halle të mëdha. Shpeshherë na drejtohen me gjëra të vogla, por hallet e mëdha kanë arsimin, shëndetësinë, ekonominë, gjendjen e tyre sociale të përballueshme, janë halle shumë të mëdha. Nuk e meriton Kosova pas luftës ta. Jemi tashmë 26-27 vite pas luftës në këtë gjendje sociale, nuk e ka merituar Kosova. Dhe po vazhdoj mjerisht. Ne pam çfarë premtime megalomane dhe kryeministri jonë. A mund ta imagjinoni 20 stadiume ti ndartoj asnjë se u ndartu pas luftës, se ka nisë në Gjelan, ka mbet në gjysë që sa. Si ndartohen 20 stadiume, si ndartohen 4 vija e kurudhore brenda një mandati, kur s'është ndartu prej vitit 1963 asnjë vije e kurudhore në Kosovë. Kemi 333 km në zemrën e Evropës, na funksionon një tren. Kemi trena të cilët rrinë nuk kanë as malla të transportojnë. Është fjala për lokomotiva të mallarve. Si mund të imagjinosh 5 akumulacione brenda? Është dashur ta bëjnë një projekt të madh i besojnë për 2 të tjera. Po si ka mundësi mi besu një që se ka bërë asnjë të i bëjë 20 stadiume, po këtë s'ka mujt me mri Katari, që ka GDP më të lartë në botë, ka ndërtu për kampionatin botëror të futbollit 8 stadiume me gjithat fuqi që ka, po Kosova shkajt 4 miliard as për 2 stadiume si dalin. Me krimin, korrupsionin që kemi këto, dhe me vjedhjet që bën me rrymë me gjitha ato, është vështirë t'i arrijmë. Prandaj kur shoh në fushata kësi lloj premtimeve, shkeni. Është zgjënjë se një kryeminist se ka një projekt 100 milion që ka kryer diçka, e të premtoj miliarda që ka mi kryer. Shefrin, gjitha rrugët që kanë mbetë, autostradat janë vetëm vazhdimsi e asaj që kanë qenë. Asnjë nuk është përfunduar. Qysh ka mundësi 6 vite asnjë autostradë jo e nisur. E premtoj atë për Tetov, për Maqedoninë e Veriut. Pse se ban, thotë se Maqedonia e Veriut s'e ban. Po ti krej punë to. Ata ki obligim ke premtu para elektoratit më rëje. Po, ka pas punë të mira, nuk do t'ja humbim. Është sovraniteti, janë bërë disa skema sociale që ky vend ka pas nevojë për gratë e hona, për fëmijët, për pensionet që janë ngrit simbolikisht, por edhe shtesat e fëmijëve që janë bërë, po jo me lëmosh, të bën me ligje. Mos t'i jepet më lëmosh, 100 euro nuk e çojnë kërkan. Ata mrena ditë shtuken. Besani që kur kanë marrë të 100 euro shenë s'kan mujt Kurban Bajrami se ishte njëkohësisht as kurbanin me ble me ta. Çaj kanë ndihmu. Prandaj duhet me ligj, qytetarit mbrohet me ligj, nëse do mi dhon ndihmat me ligj. Ne na thanë në fushat. Kur shpartallu parlamenti. Tha, nuk deshten këta me votu ligjin për shpërndarjen e pakës për inflacion. Qysh u votash? Që ata si se kanë votu, e tash dikush tjetër pa ligj për votan, ose për shpërndan atë pako.